Dhe qëfar ke bërë ti? Qëfar ke shkruar? Unë mas miri di me u shprej ose me ndoj që e kom mas leti me u shprej në poezi. I përmene një 2 poezi që kështu e kanë marrë pak dhenë edhe janë përkthy në disa gjuhë edhe jashtë Kosovës. Edhe kur mu kërku me shkrujt letrën, vendosa veç me lexu një poezi. Mas ne i mundemi na me diskutu se nga vjen e që vjen, po është nështa poezia ma personale, veç një të vërtet, si ja kom thonë producentës, që në fakt kjo është publiku, po jo në gjuhën Shqipe. është përkthy në gjuhën Greke, edhe është publiku, po komendu që është poezi që në gjuhën Shqipe nuk është që kom e thonë ose kom e lexu najher, për shkak se është me të vërtet personale edhe më ka qitë nësi pikpytje se qka jom gjendje me bo, a i kom me të vërtet që ato fuqi si aktiviste për me ndru diçka, sidomos me qenë gjendje me i, si me thonë, me indimu gratë dhe vajzat ofër meje. Nështë ta, kur të lexoj, kuptohet mas mirë ti. Oke, me knaqësi po të gjenë. Qka me i thonë motrës dvogël që po e njek një kerë me gjama të zi. O sa me shpres më drejtohet, nis me më kallzu që në shkollë po i shkohet, po s'po do me shku. Adelin, një kerë me gjama të zi, po më përcjell gjithë prej shkollës të stacioni. Qka me ba? Që 2 herë që në gjitë nga njerëzve të huj me shku me tate stacioni autobusave, se ti e din që unë vetë gjithë ri. Na shtadaj që po më përcjell e din, qka me ba, Adelin? Shumë fort po më rej zemra, kur po e shotu e ka dalu kerrin me sinkronizu me hapat e mi po tut na shumë, Adelin. Tash po të rohet, territ po i tutna edhe ma shumë. Qka nëse i qeli syt në atë kere, kërkush s'mundet me mpa prej jashtë për shkak gjamave të zi, unë po du me vazhdu me shku në shkollë, Adelin. I kam një edhe qikat e klasës të full për një kere me gjama të zi, nështa unë s'jo me vetë mja që aj po e përcjela me u bo krejt bashke me thirë policin, Adelin? Qka mundet me dasht aj? Pse duna me i hinë të runi njeri që as ftyre nuk janë një? Është një men zgjidhje me e thirë policin, Adelin. Ata vonojnë deri sa të vinë, e me bo me ditaj që jom të i thirë kum me dit herën tjetër që kam bën, po du me shku në shkollë, pa tut, Adelin e unë. Po tut na që herën tjetër, motra, ka me ma thirë emrin masi ka përjetu krejt skenaret, e mund shme në kry tem e unë, po tut na që herën tjetër, motra jem e vogël, s'ka me mujt me më thirë heq. Adelin. Okej. Tani, natyrshëm pas kësaj, atë të pys, qka i ke thonë ti motrës? Ka qenë... Sepse nuk është pjesë... Qka i ke thonë motrës? Po, që kjo ka qenë dilema që më ndova me shpjegu para se me lexu, që ajo pa fuqia që nga një herë e ki... Tani ta përgjithsojmë këtë rast, për mes motrës tënde, qëfar që u themi të gjitha